Kujdesi ndaj jetimëve. Falënderimi është për Allahun e plotfuqishëm, Zotin e të gjitha botëve. Salavati dhe selami qoftë për pejgamberin Muhammed a.s., për familjen e tij të nderuar, për sahabët dhe të gjithë pasuesit. Vëllezër të respektuar, duhet ta kujtojmë të gjithë një fakt shumë domethënës, për të cilin flet edhe Kurani i shenjtë, e që është se Muhamedi a.s. është lindur jetim, sepse babai i tij, Abdullahu, ka vdekur përpara se të lindte profeti Muhammed a.s. Por këtu nuk mbarojnë problemet e fëmijërisë së Muhamedit a.s. Pasi vitet e para të jetës, i kaloi jashtë shtëpisë së tij, në familjen e gjysmë nënës së tij Halimes, edhe larg përqafimit të nënës së tij Emines. Ai gjithashtu, në moshën 6 vjeçare, mbeti edhe pa nënën, e cila gjatë udhëtimit të tyre të përbashkët në Jethrib, në Medinë, u sëmur rënd dhe së shpejti vdiq. Këtë fakt, si edhe faktin që ai, deri në martesën me Hatixhen ishte i varfër, e përmend surja Ad-Duha, në të cilën Allahu i madhëruar e ngushëllon Muhamedin a.s. pas gjithë sulmeve ndaj tij dhe provokimeve nga ana e mushrikëve në Mekë. Pastaj ja kujton atij bekatit, të cilat ja ka dhënë, si dhe inkurajon që të këmbëngul në misionin e tij, duke i premtuar sukses në dynjë dhe në ahiret. Vetfundi i sures për neve sot është veçanërisht interesant dhe i rëndësishëm, ku Allahu i madhëruar thotë: Mos e nënçmoj jetimin, e lypsin mos e refuzo me ashpërsi, dhe dhuntit e Zotit tënd shprehi. Surja Duha 9:11. Prandaj pejgamberi a.s. ju kushtoi vëmendje të madhe jetimëve dhe nënave të tyre, si dhe të varfërve, duke ju premtuar shpërblime të mëdha atyre që kujdesen për ta, dhe ku ka shpërblim më të mirë se xheneti. Në lidhje me këtë, në këtë video dua të ndaj me ju dy tregime të vërteta për njerëzit të cilët ju ndihmuan grave të veja, nënave të jetimëve, për të cilën vepër ata u shpërblyen fisnikërisht nga Allahu i plotfuqishëm. 1. Tregimi i parë është për një njeri të pasur, i cili papritmas ishte sëmur dhe kishte shkuar në spital. Ky rast konstatohet se është i sëmur nga kanceri dhe nuk do të jetojë gjatë. Natyrisht, ai u mërzit shumë dhe u pikëllua, posaçërisht atëherë kur të afërmit dhe miqt filluan ta vizitojnë dhe t'i shprehin keqardhje. Në mesin e vizitorëve të tij ishte edhe imami i tij, i cili sugjeroi që ta provonte këtë metodë, të jepte sadaka, sepse sipas hadithit sadakaja i shëron të sëmurët, por jo një sadaka e vogël dhe të zakonshme, por një sadaka të bollshme dhe mundësisht t'ia jap një gruaje të veje me jetim, duke i kuptuar se me të ai nuk ishte çfarë të humbiste, sepse kur të vdes, paratë nuk kanë asnjë vlerë, sepse trashëgimtarët do ta rrëmbejnë atë. Ky pasaniku e dërgoi një nga punëtorët e tij me dy shuma të mëdha parash për të gjetur një grua të ve me jetim, që me njërën sasi të parave me njëherë të blej atyre gjithçka që ju nevojitet në shtëpi, kurse shumën tjetër t'ua jap atyre që ta kenë për më vonë. Ai, punëtori, ashtu veproi. Gruaja e ve, të cilës ja dhuroi sadakan, i bëri lutje Allahut plotfuqishëm që ta mëshirojë dhënësin e sadakas, dhe pikërisht atëherë u dëgjua ezani për namaz të ikindis. Kur punëtori u kthye në spital për të raportuar, pasanikun e gjeti të buzëqeshur dhe në këmbë. Ai e pyeti se çfarë kishte ndodhur, kurse pasaniku ju përgjigj: Nuk e di, por kur thirrri ezani për namaz të ikindis, unë ndjeva si kur dora e dikujt më kaloi në përgjoksin tim dhe ma mori dhimbjen. Pas kontrollit të ri, mjekët konstatuan se kanceri ishte zhdukur. 2. Tregimi i dytë na çon në Marok, ku një dietar për trinë të rresht e kishte parë në ëndër Muhamedin a.s., i cili e kishte porositur: Shko në Mekë te filan njeriu dhe thuaj se ai është për xhenet. Atëherë dietari i paketoi sendet e tij dhe me aeroplanin e parë fluturoi për në Mekë. Pasi e krye numrin, kontakton me dietarët e Mekës dhe ju lut atyre që ta ndihmojnë për ta gjetur atë burrin. Pas disa pyetjeve të shkurtra, ata erdhën në lagjen e tij, ku të gjithë u çuditën se përse dietarët po e kërkojnë këtë burr, i cili njihej aty si mëkatari më i madh në lagje. Kur ky dietari e gjeti atë dhe ja tregoi ëndrrën e tij, ky nuk mund të besonte dhe mendoi se dietari po tallej me të. Mirpo, dietari tha se të shohësh pejgamberin a.s. në ëndër është njësoj si ta shohësh në realitet. Insistoi me ngulm që të kuptoj se për çfarë veprimi është premtuar xheneti. Ky njeri tani me lot pendimi për mëkatet që kishte bërë, por dhe me lot gëzimi për premtimin e xhenetit, nuk mund ta kujtonte asnjë nga veprat e mira që kishte bërë, përveç se vitet e fundit, kur i kishte vdekur fëmijë i tij. Ishte vendosur që gjysmën e rrogës ta mbante për vete, kurse gjysmën tjetër t'ia jepte të vejës së fëmijët dhe jetimëve të tyre.
Atëherë dietari e ftoi të shkojë në Qabe që të fali namazin, të cilën ai e pranoi, me lutje që dietari ta pres derisa të lahej dhe të rregullohej. Ata arritën në farz dhe u falën pas imamit. Kur imami dha selam, dietari vuri re se ky njeriu ishte ende në sejdë. Ai kishte vdekur. Subhanallah. Vëllezër të dashur, le të kujdesemi për jetimet. Është më mirë që vetë t'i gjejmë në familjet e tilla, në lagjen apo në qytetin tonë, dhe nëse ne nuk mund t'i gjejmë ato, atëherë mund t'i kërkojmë përmes organizatave bamirëse islame, sepse për fat të keq, në botë ka shumë jetim nga vëllezërit dhe motrat tona. Ata ka nevojë për ne, ata na presin neve. I lutem Allahut plotfuqishëm që të na mundsojë të jemi prej atyre që kujdesen për jetimet. Gjithashtu, i lutem që ti mëshiroj jetimet dhe familjet e tyre, si dhe ata të cilët kujdesen për ta. Amin.